Janë mbyllur vend votimet në Maqedoninë e Veriut, ku sot me 19 tetor u mbajtën zgjedhjet e 8 lokale pas pavarësimit të vendit. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, pjesëmarrja e votuesve deri në orën 15 në zgjedhjet e vitit 2025 ka shënuar rritje në disa komuna, veçanërisht ato shqiptare, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Në Tetov, deri në orën 15 kanë votuar 32.44% e qytetarëve me të drejtë vote, krahasuar me 25.41% në vitin 2021. Edhe Qairi ka shënuar një rritje të ndjeshme nga 25.58% në 35.42%. Në Kërqov, pjesëmarrja është rritur nga 30.31% në 36.17%, duke u renditur në komunat me dalje më të lartë në të kohë të ditës. Ndërka që Struk vjetre një rënje e lehtë e pjesëmarrjes nga 28.22% në 27.62%, ndërsa Gosivari shënon po ashtu rënje nga 23.97% në 20.95%. Këto shifra tregojnë se në përgjithësi interesi i qytetarëve për të votuar deri në orën 15 ka qenë më i lartë se në zgjedhjet e kaluara në disa zona kyçe, ndërsa në disa të tjera vëret një tendencë e kundërt.